Disa kanë preferenca që të kenë një jastëk të fortë, se të tjerë të kenë një jastëk të butë. Me të butin mendojmë që na humbet koka në të, nga ana tjetër me jastëkun e fortë kemi frikë se mund të pozicionojmë keq qafën. Si është e vërteta? Jastikët e butë kanë një problematik që duke shkuar më poshtë koka se sa ansorët, mund të shkaktojnë çrregullime të frymarrjes. Mund të shkaktojnë që të ketë modifikime të këndit me rrotullim të qafës në pozicionime të caktuara që nuk janë të mira. Preferohet një jastëk jo shumë i butë, as jo shumë i fortë, por të ketë dallgën, pra të ketë formën ortopedike të tij dhe të ketë të saktë lartësinë e vet. Lartësia duhet të jetë eksaktësisht sa ç'është shpatulla. Çfarë i bëjmë trupit ton duke fjetur përmbys? Përmbys ne de facto modifikojmë gjithë këndet, sidomos pjesën e kraharorit, pjesën e qafës, dëmtimet kryesore janë qafë. Dhe risku më i madh është të modifikojmë një nga vertebrat që është atlasi. Dhe modifikimi i atlasit shkakton dëme të rëndësishme për gjithë shtyllën kurrizore për më vonë gjatë ditës. Modifikon deri forma të marrëmendshit, çrregullime të dhimbjes kokës, zhurma në vesh, pra pozicionimi i përmbys është vetë një nga rrisjet që ka më të mëdha për shtyllën kurrizore. Tradicionalisht në Shqipëri, besoj se cili prej nesh e mban mend kur krumblidheshim, merrnim dyshek dhe shtronim për tokë. Çfarë ndodh me trupin ton kur flem për tokë? Atëherë, kur flim për tokë, në fakt kjo ka lidhje me një ngjarje tjetër, domethënë që e para ka qenë parasysh se nuk kishte mundësi shtëpia të kishte mjaftu shumë hapësira ose forma dyshekësh me radhë për të fjetur njerëzit. Fjetja në tokë dhe për drejt ka një gjë që ndryshon shumë temperaturën. Domethënë gjatë natës gjithmonë ka një ulje të temperaturës në pjesën e poshtme dhe temperaturat e larta hypin lart për arsye se avujt ngrihen më lart. Nga ana shëndetësore deri diku është e mirë, por ka një problematik që nëse temperatura ulet përtej temperaturës 10 gradë në dhomë, në pjesën e poshtme, atëherë kemi çrregullime me rrugët e frymarrjes, kemi modifikime të imunitetit, kemi riskun për astma. Pra deri tek astma mund të rrezikojë? Po, sepse modifikohen pjesa pra pjesa e reagimit që bën organizmi. Sërish dilem tjetër është në momenti kur ne kemi nevojë që të mbulohemi me organ, me batanie dhe për të mbrojtur më shumë, themi po vendosim ndoshta një batanie më të trash, një organ më të trash, por që në të njëjtën kohë dhe na peshon, kur zgjohemi jemi si të lodhur. Është normale sepse sa më shumë shtresa që ne shtojmë, aq më keq është për organizmin nga ana e kalimit të temperaturave, plus pesha fizike e këtyre strukturave. Rekomandohet gjithmonë përdorimi i organëve të lehtë, të cilët kanë më pak peshë. Sepse edhe vetë pozicionimi, sidomos pozicionimi përmbys me i organ të rëndë me radhë, jep çrregullime të rënda më shumë për qafën, në mënyrë specifike. Paralelisht, kur flasim për orët e gjumit, ju e përcaktuat edhe thatë edhe qartë për fëmijët kryesisht ora 10:30 duhet t'i gjej duke fjetur. Shumë të tjerë mendojnë që mund t'i zëvendësojnë këto orë gjumit dhe të flenë, nëse s'kan mundësi të flenë para dite, edhe zëvendësojnë. Dhe flenë nuk e di në divan, kudo që t'jetë e mundur për të zëvendësuar. Çfarë ndodh me ne në ato raste? Atëherë, në realitet, nga studimet është parë që personat të cilët nuk kanë një jetë gjumit të rregullt natën, janë më të predispozuar të jenë të stresuar dhe kryesorja janë më të predispozuar për të pasur infarkt miokardit. Pra, mungesa e gjumit të natës është shumë e rrezikshme për funksionin e zemrës në mënyrë specifike. Këto ngjarje janë të studiuar sidomos tek personat të cilët punojnë në turne të treta. Pra, personat që janë mjek, infermier, punëtorët e turnit të tretë me radhë, këta kanë riskun më të lartë për infarkt miokardit krahasim me pjesën tjetër të popullsisë, sepse ritmi cirkadian është aq i rëndësishëm saqë nuk mund të modifikohet sepse ne vendosim ta ndryshojmë orarin. Ritmi cirkadian është jetësor dhe dëmton në mënyrë të rrezikshme gjithë funksionin e organizmit. Pra mungesa e gjumit natës është me të vërtet një nga format më të rrezikshme që vendoset organizmi përballë një stresi të veçantë me dëme shumë të mëdha. Kjo është fakt shumë e rëndësishme për të theksuar se është fatal rezultati, po ndërkohë ju keni kontakt me pacientë çdo ditë, ka ndonjë rast ekstrem që ju ka rënë të trajtoni për shkak të gjumit specifikisht, ndoshta pozicionimit të keq, ndoshta orarit që ju përmendët? Po ka raste që lidhen me mungesën e gjumit ose më tepër me të themi me gjendjen stresante permanente. Le të themi që shumë smundje, sidomos to të fushës tonë, janë shumë të ndikuara nga ana stresante.
Pra personat cilët janë më të stresuar, që kanë kaluar më shumë problematika në jetë, persona që nuk kanë një gjumë të rregullt, që kanë momente që zgjohen vazhdimisht gjatë natës, ose që gjumi është i sipërfaqësor që quhet, pra nuk është një gjumë i thellë i plot. Këta kanë dëme të rëndësishme nga ana shtyllos kurrizore. Janë më të ndjeshëm ndaj të gjitha sëmundjeve, por në mënyrë specifike ndaj dhimbjeve të hernias diskale, duke shfaqur forma të ngjashme me fibromialgjin, e cila në vetvete nuk është një sëmundje e vërtet, por ama përcakton që persona ndjejnë dhimbje edhe atje ku s'ka. Pra personat të cilët janë të stresuar, si faktor kanë mungesën e gjumit, kanë risk më të lartë për ndjerë dhimbje, për ndjerë problematika dhe për të smur me të vërtet pastaj. Këto dhimbje që vijnë specifikisht nga gjumi, kanë ndonjë mënyrë për të kuruar pra përveç fizioterapisë që mund bëjnë apo çfarë lloj që mund të keni trajtimin ju për pa u rregulluar gjumi? Kryesori është gjumi. Pra ne nuk mund modifikojmë një proces që është natyral. Është shumë i rëndësishëm sepse gjumi në vetvete është e vetmja mënyrë që ne kemi për të rikarikuar bateritë, le të themi. Pra duhet një kohë e caktuar që ne të rikarikojmë bateritë. Ne nuk mund ta ndihmojmë thjesht nga jashtë. Duhet të jetë në pjesën edhe të pjesës vetë të organizmit të njerëzit. Tani ashtu siç edhe ju e dini qartë, ne kemi besim të verbër tek mjeku dhe për këtë do kur e thot mjeku, ata janë më të sigurt dhe e marrin kështu për bazë. Ne doja të kisha nga ana juaj 3 këshilla miqësore që mund të jenë për një fëmijë së pari, për një më të rritur që ka gjithashtu jetë të ngarkuar dhe për një të moshuar që thotë shiko se gjumi nuk është për mua, çohet që në 4 etj me radhë. Atëherë, për fëmijët është shumë e rëndësishme orari fjetjes. Sa më shpejt aq më mirë është. Sa më i plot të jetë gjumi aq më mirë është. Pozicionimi nënsor gjithmonë është i rekomanduar. Është parë që kjo ka një ulje edhe të sudden death syndrome, që është një sindrom që ndodh te fëmijët e vegjël, të cilët bëjnë vdekje të parakohshme gjatë natës, për arsye të shekullimit të aparatit frymëmarrjes, për arsye të presioneve që ushtrohen mbi rrugët e frymëmarrjes me radhë nga pozicionimi i tyre. Është shumë e rëndësishme fjetja nënsore, fjetja sa më shpejt, domethënë sa më pranë orës 8. Për moshën e mesme, mosha e mesme e cila është në punë me radhë dhe ka një kohë më të shkurtër si thua kur qëndron në shtëpi, rekomandimi kryesor është të mundohen të mos e kalojnë orën 11. Të mundohen që gjithmonë të japin kohë trupit të bëjë një fjetje të plot. Shpesh dhe përdorimi i ndriçimeve në dhomë natën ose problematika tjera shëndetësore, siç janë problematika me veshkat e me radhë, me prostatën e me radhë, mund të shkaktojnë zgjim gjatë natës. Mundohen të kontrollojnë këto, pra të mundohen të marrin mjekime, të marrin stabilizimin në kohë që të mos kenë problematika dhe të mundohen që gjumin ta bëjnë sa më të plot. Përdorimi i melatoninës si mjet i cili është sot që në farmaci është një mënyrë shumë e mirë për ta bërë gjumin të plot. Për moshën e tretë, duhet kemi parasysh një gjë. Sa kohë që ata nuk shkojnë në punë, mund të bëjnë një zgjidhje duke fjetur pak më shpejt dhe duke u zgjuar më herët. Nuk është ky problemi. Problemi është që ato orat që duhet bëjnë, të paktën 5 orë të natës, duhet i bëjnë se s'bën të plota. Si gjumë.